Po jo, më është kryetar bashkie, nuk ka shpallur fajtor. Po Sali Berisha nuk është shpallur fajtor. Asnjë Meta nuk është shpallur fajtor. Në parlament. Dhe 5 muaj, edhe Sali Berisha në parlament. Pas një viti. Do të mos ta lënë as parlament shkoj. Jo, po të vim parlament, erdhi, por ne ja ku është rezultati. Fakti që opozita nuk i ndryshon liderët e vet. Fakti që gjysmë milioni shqiptar besojnë tek Sali Berisha, kjo nuk do të thotë që ti do ta mbash një vit në izolim, mos takoj partinë e vet, 800.000 apo 500.000 do të fitojnë. Një familje. Mbase kanë shpresë do bëhen një moment 800.000. Dakor, me të logjik, është çfarë them? Kjo s'është logjik. Që le të presim, unë po diskutoj. Po mirë pra mirë, dhe atëherë çfarë thoshim ne? Po puna e madhe është Fatosano në burg. Le gjeni lider tjetër të ecë përpara. Pra, kush është ideja? Ideja është dikush që ka një çik cip, ë? Ka dhe një lloj, ka dhe një lloj pasojë asgjë, nuk ka besim te lideri. Po nuk I votoj për 97-ën, pse më si Fatosano në burg. 97-ën ishte për PS, ishte për PS 97-ën, do shisin akoma qoftë ju, po ishin ca të tjerë që bën 97-ën. Dakor, dakor. Tashti, prandaj po them pra që njeriu që ka çik ka çkollashi të qoftë, që ka pak cip, pra nuk thotë që po vetëm bën ato le 3-500.000, bëjnë 800.000, shkojnë burg punë e madhe. Ne na shqetëson deformimi që bëhet dhe demokracisë, dhe përfaqësimit politik, qoftë në partinë tuaj, pra ju do keni qeveri ku se di, ti vetë nuk I njeh gjysmën. Pra, ç'a na intereson? Na intereson sa vota mori PS dhe sa vota mori PD nga I proces paçavure se I aty, apo në çfarë kushte shym në garën e sot. Pra, hym në kushte barabarta, hym në një ndeshje fair, të drejtë, dhe kush është më I fortë le të fitoj patjetër, po ti nuk hyn në ndeshje barabartë. Po pra. Ti hyn me liderët e opozitës në burg, me të gjithë mediat në kontroll, me të gjithë bizneset në kontroll, me të gjithë banditët në kontroll dhe ti thua hajde fitoj, po si fitojmë? Tani me radhë. Nuk keni hyrë në histori me dosjen e Avdyleve, me dosjen e Dibrës, me dosjen e Suel Çelës, me dosjen Metamorfoza. Ai thot po bëj ca vota për ta Holandin, thot po marrim tender nga Rogozhina dhe nga Peqini, po marrim punë çuna. Dakor. A Bajrat njëjtën gjë. Dakor. Abdylajt njëjtën gjë. Hajrat njëjtën gjë, ti thu që jemi në kushte barabartë. Po çka kushte barabartë? Ti ke 35 vjet Parti Socialiste dhe ti derisa të vdesësh nuk do marrësh dot vota kur sa Sara Mile, kur s'ke për të marrë një herë. Dakor, kjo është s'ke për të marrë një herë. Pra, dhe nuk është rasti që individ që janë vërtet bio të Partisë Socialiste, mirë pra, ku janë sot? Në radhë si ke as ministra, dakor. Në radhë parë, diskutimi ishte a janë të besueshme zgjedhjet e 11 maj. Pra, diskutimi për të kishte. Dakor, pra, pastaj do të tjerë janë rrëdhoja ato që thotë. Po se janë rrëdhoja ato janë shkaku se s'ka zgjedhje. Procesi 11 maj, një proces fare I qetë. Një proces zgjedhor po ashtu. Po I qetë më dita zgjedhje shumë I qetë. Po dhe Roxha të qetë I bënte më. Po mirë me dakord, po s'kishte opozitë. E kishte futur burg. Sot kemi opozitë, po minimalisht ju kemi ju opozitë. Që nuk është se te një nga ato po zvotoj, po një nga ato që renditet e mediat janë të kontrolluara. Nuk e di në media sa ke ti në media që ke ndjerë herë veten I kontrolluar, ti Bushati, Çimi, Lenci. Po ke mbajtur në llaf pa thënë. Po s'ka puna që them llaf, puna është ai ke thënë ti që media ato e kanë ti. Kundora skandalin tënd. Po shumë mirë. Skandalin që bëre ti, që lidhje të dhënat personale qytetarëve shqiptar nga Akshi dhe I përdorje për patronazhistët e Partisë Socialiste në zyrat e PS-së të Bashkisë Tiranës. Policia erdhi ke zyrat e mia, nuk erdhi ke ty. Po jo, policia hetoi dhe kuptoi që ajo hetoi ti nuk është e vërtetë. Strasburgu tha që kjo temë është e vërtetë, ha? Dhe ndërpresi qeveria shqiptare tha këtë gjë. Që kur e vi në këtë studio, vi me këtë ndjesinë që do kemi gjithkohon ndërprerjet njëri tjetrit. Po kjo nuk ka asnjë. Po flasim për procesin zgjedhor. Procesi zgjedhor I trajtuar dhe fushata zgjedhore si kësaj radhe është fushata ime 7 personale për deputet dhe disa ata shumë më tepër. Pse kur shkon tek Feziu për ballë fushatit nuk ndërpritesh? Jo, në sensi që nuk do gjej konsensus tek ato që them, aty te Feziu e kanë një krah që nuk konsensus gjetëm. Unë të thash, a ka pas tani prizë më shumë se sa këta qeverisë. Konsensusin e gjetëm ne, se thashëm. A ka pas procesin sa probleme të vogla, ka pasur. Procesi elektoral, fushata zgjedhore dhe procesi ditës votimit nga pikpamja e menaxhimit. Po flasim nga pikpamja e menaxhimit. Ka qenë një nga fushatat më të qeta
zhvilluara në herë Shqipëri. Vetëm një sekond. Sepse a e kupton çfarë sepse ka qenë